Ka student që e presin verën për t'u relaksuar, për t'u pushuar dhe për t'u qetësuar. Por ka edhe nga ata të tjerë, të cilët paketojnë 2 valixhe dhe nisen për te oqeanit për të ndjekur ëndrat e tyre dhe për të realizuar dëshirat e tyre. Janë pikërisht këta student, të cilët nuk e shohin verën si një kohë pasive, por e marrin si një mundësi për të zhvilluar veten e tyre dhe për të rritur personalitetin e tyre. Pikërisht për këta student ne do flasim sot në episodin e radhës të Epocast. Jena Redia Ridini. E ftuara jonë vjen nga Departamenti i Inxhinierisë së Software-it. Dhe prej 2 vitesh ajo ndjek programin e Work and Travel në SHBA. Dua të ftoj sot Bora Dikolin. Përshëndetje Bora. Përshëndetje Redi, faleminderit për ftesën. Faleminderit juve që erdhët. Për ta filluar Bora, për ata që nuk të njohin edhe që po shohin për herë të parë, mund ta flasësh pak për veten? Unë jam në vitin e 3 të bachelorit tu tek Epoca, studioj për software, gjithashtu kam shumë qef të udhëtoj, edhe së fundmi kam zbuluar që kam qef edhe rrjetet sociale. Po mirë, përse vendose ta zgjedhësh të degën e inxhinierisë softwarike, duke qenë se është dhe i degë që ka shumë sfida e shumë vështirësi, është një hobi që e ke pasur që e vogël apo është diçka që e ke zbuluar më vonë gjatë rritjes? Në fakt, unë jam nga ato fëmijë që i kanë shtyrë dhe pak prindrit, po për fatin tim të mirë mua më pëlqeu ajo që më shtyn prindrit, që kur isha në klasën e 6, kam filluar që merrem pak, pastaj edhe gjimnazin e bëra për elektronik, edhe gjatë gjimnazit kuptova që më pëlqente pak më shumë programimi se sa elektronika edhe prandaj vazhdova për software. Përse pikërisht zgjodhe Universitetin e Epokës? Po, edhe me miq, edhe vetë nga çfarë kisha dëgjuar, domethënë konkludova që më i miri këtu në Shqipëri do ishte Epoka. A ndjen sikur ka sfida mjaftueshme, duke qenë se edhe unë për vete jam inxhinier software, jam një vit poshtë teje, edhe në vit të dytë, ti je në vit të tretë, po a ndjen sikur ka vështirësi si deg, domethënë ka ndonjë moment që thua nuk e bëj dot, do e lë. Shiko, çdo degë ka vështirësinë e vet. Po diçka që e ka software që nuk e di, nuk mund të flas për degët e tjera, që do shumë durim, sepse dalin ato erroret dhe në momentin që ti zgjidh për gjysmore, e ndjen veten krenar apo kështu, po kur erroret zgjasin nga 3-4 orë, kur 3-4 orë është mirë, po kur zgjasin 3-4 ditë edhe ngjen edhe pa gjumë, të kujtohet një natë. Kërë dhe tjetër që gjitha zgjidhjen. Edhe çohesh edhe e bën në moment. Bora, siç e thash tek pjesa e hyrjes, 2 vjet e fundit ke qenë shumë aktive dhe ke marrë pjesë në këto work and travel, siç i quajmë domethënë këto programet work and travel, të cilat ndihmojnë studentët që të rriten qoftë profesionalisht, qoftë akademikisht, duke udhëtuar përgjatë muajve të verës jashtë vendit. Ju keni zgjedhur SHBA-n 2 vitet e fundit dhe se pikërisht SHBA-n dhe si u njohë me gjithë të work and travel? Tani, unë e di që work and travel bëhet në Gjermani dhe në Amerikë, mos gabofsha, por vitin e parë unë nuk e dija fare për vendet e tjera, dija vetëm Amerikën. Edhe nëse do e dija për vendet e tjera, prap do zgjidhja 100 herë Amerikën, se kur kam qenë e vogël, nuk e di, mbase nga filmat, mbase nga që ishte shumë larg, mbase nga që ishte vendi i mundësive, po unë e kam dashuruar që kur isha e vogël. Pra, ishte një vendim personal Amerika, nuk është se pati një shtyrje. Si e pritën shoqëria, familja, njerëzit rreth teje këtë vendim? Sepse e the edhe vet, Amerika është shumë larg, po. Dhe diferenca e kohës, diferenca e kulturës, mami, babi mund bëhen merak, kur do flasim me gocën, edhe si e pritën? Kur ju a thash si vendim, ishin suportues. Pastaj kur arrita atje dhe kuptova që, jam pak larg, vetë më kapi një stres që është shumë normale, po mami thoshte, do ta presim neve biletën, hajde që nesër, këto që nesër, babi thoshte mos u dorëzo se ti ja del. Edhe një andej, po pastaj nuk u dorëzova edhe ja dola. Ja dole, madje vajte edhe një herë tjetër, duke qenë se shoh se work and travel është një le të themi fushë ose një drejtim që shumë me studentët dëshirojnë ta bëjnë pjesë të universitetit. Sidomos dhe këtu në Universitetin e Epokës, unë kam vetë shumë me shoqërime që kanë shumë dëshirë që të shkojnë work and travel, kanë shkuar dhe duan ta përsërisin. Personalisht edhe vetë do kisha deri po dëshirë që ta provoja një herë si eksperiencë. Dhe herën e parë të paktën kur nisesh ke padyshim pafund pritshmëri. Cilat kanë qenë ato pritshmëritë më naive që ke pasur? Do të thënë
ato herën e parë që the, Po. mendoj që do jetë kështu e pastaj kur shkove u shembi gjithë muri dhe dori komplet ndryshe. Unë mendoja që do ishte shumë më fush me lule se ç'prisja unë, në sensin që do shkoja atje, e kisha punën në rregull, shtëpinë në rregull, do punoja, do u thoja në fund e do kthehesha, po kur shkon atje ti kupton që të dalin probleme që jo nuk i ke imagjinuar, po domethënë nga më të ndryshmet. Thjesht po të tipit shtëpia mund të ketë probleme, ti mund të jesh me një roommate që ti nuk e ke qef, po thjesht duhet ta kuptosh që qoftë e merr pak më me qetësi, edhe atje ka human resources që funksionojnë shumë mirë, edhe ti nëse u drejton një problem atyre, mbase do pak kohë po ta zgjidhin. Edhe jo vetëm kjo, po çdo lloj gjëje të jetë, nëse e merr me qetësi, mund ta gjesh një zgjidhje. Domethënë, mësimi i parë që ke nxjerr aty është qetësia. Po, Duhet të kesh duri dhe qetësi. po. Sepse ndryshe a e ndjeve frikën domethënë në momentin që zbrite në aeroport. Po. Ndjeve u trembe gjithë ky vend i madh, ku do shkoj tani, ku do përplasem. Shiko, unë si sa thash, nga që e kam patur shumë qef Amerikën që kur isha e vogël edhe kur arrita kisha shumë adrenalin. Po, kur shkova te konvikti dhe deri një javë pas asaj, unë kam qenë e mërzitur, kam qenë e friksuar, thash çka kam bërë që kam ardhur, po pastaj u mësova me këtë. Si e kalove? Çfarë të ndihmovi për ta kaluar këtë pjesën javën e parë? Po, javën e parë unë as nuk njihja njëri tek puna, edhe te konvikti njësoj, edhe mua më qelloi që shoqja e dhomës më ndrua 3 herë, edhe sa herë që zija një shoqe ajo ikte. Nuk krijoi do stabilitet, domethënë. Po pastaj me kalimin e kohës edhe nga shoqëria që krijova atje që ishin të gjithë të huaj, tek vendi i punës kishte vetëm 3 shqiptar, edhe bënin aktivitete sociale, apo vendi ishte shumë i ri, kishte shumë gjëra për të parë, edhe u mësova dhe ditët kalonin shumë më shpejt. Bora, mund të futemi pak më në konkrete tek kjo. Çfarë punësh bëre përgjatë 2 eksperiencave tua aty? Domethënë, dhe në të parë dhe në të dytën, mund na tregosh pak mbi to, çfarë duhet merresh, çfarë duhet bëje? Po. Unë kam punuar tek një resort që ishte në një vend që quhej Cape Cod, dhe ky po ta paralelizojmë me Shqipërinë, është si Dërmiu, po personat që shkojnë atje janë personat që kanë dalë në pension. E kuptoj, është një gjë shumë e natyrshme në Amerikë, Po. kjo, domethënë, këto lloj po. resortesh e këto lloj ambientesh. Po, ata kishin këtë pritshmërinë që kërkonin të merrnin sa më shumë yje, dhe për të qenë një punonjës tek ky vendi ti duhet kaloje shumë trajnime. Gjë që unë nuk kisha mësuar fare, unë këtu në Shqipëri nuk kisha punuar asnjëherë në pjesën e hotelerisë. Edhe mu duke vështirë në fillim, vitin e parë isha si hostes, pastaj me kalimin e kohës, fillova po e mësoja vetë edhe këto punët e tjera. Në fund të verës së parë, kam qenë hostes, kam qenë runner, që është personi që nxjerr ushqimin nga kuzhina dhe e çon për tek tavolina, kam qenë ndihmës kamariere, kam qenë kamariere në për evente, dhe në fund fare më vune edhe kamariere tek hoteli që ishte për fine dining. Po nuk të bëja asnjëherë që në fillim të gjitha ato punët. E prisë të ndodhte gjithë kjo në fund? Jo. Shkove herën e parë kur aplikove që këtu në Shqipëri për punën, e prisë që do marrë gjithë përgjegjësi në fund? Shiko, unë ma kishin thënë që kur shkon atje mira është të kesh minimalisht 2 punë. Po që do i mësoja shpejt, jo, nuk ma priste mendja. Domethënë brenda të njëjtit resort deri të mbash disa punë. Po, Më shumë se 2. Po, sepse Nëse të thanë 2 dhe ti vajte mësove 6-7 të tjera. Po sepse nëse dikush po ndronte 2 vende pune, e mira ime ishte që i kisha gjetur disa pozicione në të njëjtin vend pune. Edhe koha ishte më e mirë organizuar. Shkurton atë periudhën Po. e kohës. Më pëlqen që dohet e pjesa e kohës, se doja ta dija për një student që është në work and travel dhe bën dhe 2 punë, siç e theti, si arrin ta menaxhor kohën. Thjesht ditë tipike, kur çohesh, kur shtrihesh për të fjetur, kur bëhesh gati, sepse çfarë gjumi? Shiko, neve çoheshim rreth orës 6 në mëngjes, shkonim në punë, nëse je me fat ty ushqimin ta jep puna, pra nuk ke pse, nëse je me fat gjithmonë, nëse je me fat dhe shpinë, sepse mua këtë vit më qelloi që nuk e kisha shpinë. I merr vesh Shqipëria këtu, besoj. Po patjetër. Sepse do ishte
tepër jo njerëzore që kanë aty të thonin që s'ke shtëpi, absolutisht. Për pjesën e ushqimit nuk është se ta thon gjithmonë, ata që ta japin ushqimin ta thon. Ndërsa ata që nuk ta japin ushqimin, ty të thonë që nuk ta japim, por nëse ti tregon atij që ti po punon shumë dhe je një aset shumë i mirë për ata të trajtojnë ty shumë mirë. Domethënë jo vetëm për pjesën e ushqimit, po edhe për shumë gjëra të tjera. Personalisht e ka ndodhur me ty. Personalisht vitin e parë unë e kisha edhe ushqimin, edhe shtëpinë, edhe më trajtonin shumë mirë, do të pushosh, sepse punoja shumë orë të gjata atje. Ndërsa vitin e dytë më ndryshua menaxheri, erdhi një menaxher tjetër dhe tek i njëjti vend pune unë e kisha shumë më të vështirë punën. Domethënë, mund ta themi që dole më pak kënaqur vitin e dytë nga ana e menaxhimit. Më shumë nga ana emocionale. Okej. Që ishte shumë stresuese. Ishte shumë. Po. Me të njëjtën punë që bëre vitin e dytë isha vetëm kamariere tek hoteli që ishte për fine dining. Dhe më pak punë, po më shumë ngarkesë emocionale, më thojë. Po. A ka qenë një moment që ke thënë kjo gjë nuk do ndodhte në Shqipëri? Domethënë kjo është komplet ndryshe nga ne. Qoftë për mirë, qoftë për keq. Gjithë pjesën e mënyrës se si serviret diçka në restorantet andej, kultura e tyre është shumë ndryshe nga ne. Domethënë unë do japësh një rast. Po, vetëm domethënë kur unë isha hostes, personi vinte, unë duhet ta përshëndesja me mbiemrin e personit që duhet ta kisha marrë. Gjithashtu duhet kisha marrë alergji, duhet kisha marrë nëse kanë fëmijë apo jo, domethënë detajet nga më të ndryshmet. Kur personi vinte, ti duhet të tërhiqje karrigen, të ulej personit ti mbyllje karrigen, duhet të jepje menun e hapur. Më kupton, janë ca detaje që precize. Po. Precize që këtu nuk është e i shohim shumë në ambientet tonë. Mendoj që vjen nga kultura apo është diçka tjetër që mungon? Mendoj që edhe mund të vinë nga kultura, po edhe atje më shumë të ardhurat bazohen në tipse dhe ty të leverdis që ti trajtosh ata personat, klientët që po vinë ti trajtosh sa më mirë që ti të kesh edhe më shumë përfitime. E kuptoj. E preke pak më përpara, po si është të jetosh në anën tjetër të botës, domethënë në pjesë orarit. Jo vetëm diferenca me familjen që diskutohet, po edhe me shoqërinë, thënë arrin dot të shoqëria këtej duke shkuar nëpër plazhe, arrin dot që të komunikosh ose ndihesh ndonjëherë sigur ndoshta do të kisha qëndruar ose Po, kishte raste që shoqëria ime udhtonte si grup diku edhe unë vetëm mund t'i telefonoja 6 orë mbrapa. Po, pikërisht. Kur kthehesha nga puna, ata ishin në mëngjes, edhe ato telefonatat ishin pak kështu të shpejta, po në të njëjtën kohë neve jemi në universitet, edhe vërtet që unë mba një udhtim, po edhe ata janë marrë me punët e tyre, janë marrë me diçka tyren, edhe unë jam marrë me diçka timen, më kupton? E marrë vetë, edhe nuk është se ndjeve aq shumë atë pjesë, nuk është ata i kaluan shumë bukur edhe ti humber një verë. Po, nuk kalova shumë bukur. Po them në diferencën disa saj. Ku ishte momenti i parë që the tani ja dola 100%. Jam stabilizuar tamam, kam gjetur punën, jam rehat, në çfarë pike ishte apo nuk erdhi ndonjëherë? Tani, ajo ja dola e vogël është në fund të çdo dite, po kur unë thash që ja dola tamam. Ja dola. Ishte kur bëja atë pjesën e udhëtimit në fund, sepse kam parë vende që kam parë Las Vegas, kam parë New York, kam parë Los Angeles, Washingtonin, vende që unë i kam ndërruar gjithmonë. Unë na tregoj si funksionoi kjo pjesa në fund të work and travel, sepse gjithmonë premtohet që në fund të një udhëtimi work and travel studentët do kenë mundësi që të eksplorojnë edhe shohin dhe vendin vërdall, domethënë duke qenë se punojnë 2-3 muaj. Po, atëherë. Po. Në momentin që ti merr të drejtën për të ardhur në SBA, ti ke 4 muaj që i ke në mundësinë që të qëndrosh në Amerikë. Këto 4 muaj ti mund të zgjedhësh që të punosh gjithë kohën, mund të zgjedhësh që të punosh, të marrësh një fundjavë pushim dhe shkon diku. Mund të zgjedhësh që të punosh 3 muaj dhe të udhëtosh 1 muaj pastaj vetëm udhëtim. Unë asnjëherë nuk kam qëndruar 4 muaj të plota, sepse nuk kam dashur të humbas mësimin, po kam punuar 3 muaj dhe pastaj 2 muaj kam udhëtuar. Tamam. 2 javë. Po, ndjes. Llogarit si ka qenë, domethënë e zgjedh vetë ku do udhëtosh, të ndihmojnë
agjensit apo është diçka që ta bësh me të ardhurat e tua, si funksionon? Agjencia ty të ndihmon për pjesën e aplikimit, të ndihmon për aplikimin, të ndihmon për të gjetur shtëpi nëse nuk ta ofron puna, të udhëzon se ku është vendi më i mirë për të shkuar për të punuar, pastaj pjesën e udhëtimit e ke ti në dorë se ku shkon edhe se si e organizon. E kuptoj. Bora, në ato 3 muajt punë, që i folëm që janë jashtëzakonisht të lodhshme edhe stresuese dhe emocionale. Ke pas në një moment specifik në gjithë atë që ke thënë nëse ja dal kësaj, nëse e hedh pas këtë problem, ja dal çdo gjë tjetër. Po, Në një histori. unë vitin e parë që punoja si hostess, kisha dhe 3 vajza të tjera. Njëra ishte amerikane, njëra ishte nga Jamaica dhe tjetra ishte nga Dominican Republic, nga Republika Dominikane. Tani, mua më kishin mbledhur parat nga portofoli. Bashkë me ishte java ime e dytë. Bashkë me parat më kishin mbledhur dhe lek nga karta. Edhe shkoj tek puna, i them menaxherit që kështu më ka ndodhur, besoj se më ka ndodhur në punë se nuk kam qenë gjë tjetër. Ai tha, nuk kemi kamera atje ku i lini juve çantat, nuk po dija fare çfarë të bëja, unë bankën nuk e dija se si funksiononte. Para kesh i kisha marrë në fillim se nuk dija fare se Si funksionon. pikërisht. Edhe po ngjelja shumë keq. Pastaj njëra nga këto shoqe që ishte kjo nga Republika Dominikane tha, lëre çantën këtu tek hostendi, tha. Edhe e ke më të sigurt këtu. Pas një muaj u zbulua që personi që viste parat ishte kjo vajza. Kjo është skenar filmash. Po. Është skenar filmash tamam amerikan. Mori dënim? Ajo nuk mori dënim, sepse e mirë kuptua. Pjesën e parave që ishin kesh nuk i morën. Pjesën e parave që ishin të vjedhura nga banka, më mësuan atje se si funksiononte banka dhe banka ty t'i kthente në moment që ty të vidhet karta, ty banka t'i kthente gjitha parat. Edhe ishte një gjë shumë e mirë sepse vërtet nuk dija çfarë të bëja. Po. Nga kjo situatë, si me thënë, jo e mirë, situatë shumë e keqe, në fakt, më dorë një mësim. Po. Ajo vajza thjesht domethënë u pushua nga puna, po jo që ta çonim situatën më tej sepse në të njëjtën kohë siç jam unë studente në një vend të huaj, është edhe ajo studente në një vend të huaj. Pra kishte një ton human dhe tek ju dhe tek drejtuesit le të themi që nuk e ndëshkuan në rënd vajzën. Këto filmat amerikanë janë shumë të veçantë, vetë përmendë që edhe udhtimi në vendet që ke pasur dëshirë ishte, si më thënë, një ëndër e realizuar. Një vend ose ndoshta një mbrëmje ose një moment që ke thënë unë tani ky është momenti im i filmit. Je ndjerë edhe sikur ke qenë aktoreja kryesore në film gjatë gjithë kësaj. Besoj se të gjithë do thoshin në New York. Në New York. Po. Pse? Çfarë ka e shumë New Yorku? Po, në çdo cep që ti ktheje kokën ishte një pamje filmi. Domethënë, ti atë vend e kishe parë në një film, qoftë Home Alone, nuk e di. Çdo gjë domethënë më kujtonte një film. Ece në rrugë dhe thoya, te ky filmi, në rrugën tjetër. Është një eksperiencë që të gjithë e japin për New Yorkun edhe me shumë të drejtë, realisht me shumë të drejtë, vetë e kam vizituar edhe kuptoj shumë mirë atë që po thua që aty ndjehesh sikur je aktori kryesor në të gjithë filmat hollywoodian. Të gjithë Amerikën shërban me 3 fjalë, vetëm 3 fjalë si do e përmbledhje. Vendi i mundësive. Vend i mundësive, 3 fjalë. Pisa 3 mjera të tjerë, edhe një epitet i tillë ishte shumë e gjetur. Dhe në të gjithë këtë pjesën e Amerikës ti e ke, si më thënë, e ke filmuar dhe e ke mbajtur, e ke ndjekur përmes rrjeteve tua sociale, duke qenë se për ata që të njohin një person që i mban shumë aktive rrjetet sociale, qoftë Instagramin, TikTokun dhe të gjitha këto të brezit tonë. Dua të pyes pak kjo prezenca online. Kur ka filluar, si ka filluar, pse ka filluar? Se nuk ka patur asnjëherë një pse, edhe nuk e di se si ka filluar, thjesht filloi postoja një foto tjetër. Shikoj që njerëzit po më shkruanin, më bënin pyetje, si për work and traveling, si për diçka tjetër dhe thash, mbase nëse filloj postoj më rregullisht, mund të dali diku. Edhe vazhdoja postoja video nga Amerika, postoja video të një dite, qoftë edhe këtu në Epok kam postuar vlogje të vogla.
Edhe për fatin tim të mirë, udhëtimin e fundit që bëra në Amerikë, një pjesë e kam patur të mbuluar nga organizata që e bënte atë tripin. Sepse personalisht mendoj që personat si puna jote që Po. e ndjekin online dhe japin eksperiencën e tyre online janë shumë të nevojshëm dhe për personat të tjerë të cilët duan marrin informacione, duan të mbledhin informacion për veten e tyre. Unë i ndjek njerëzit, kam do të thënë për veten online jam shumë aktive dhe më pëlqen të dëgjoj dhe work and travel nga ty e kam marrë vesh si funksiononte. Por për ty duke qenë se ke vite që e bën, si ka qenë një moment që e kuptove që njerëzit jo vetëm që po të shikojnë, po dhe po të ndjekin. Pra, ke marrë këtë lloj feedbacku që të dhash unë tani që të kam ndjekur, nuk është se thjesht të kam parë dhe të kam bërë Po. scroll. Po në momentet që më shkruanin për të më bërë pyetje, qoftë komente, qoftë në privat, qoftë në rrugë, atje e kuptova që okay, mbase Dhe në rrugë. Do të Po. ke pasur raste që të kanë ndaluar edhe në rrugë dhe të Po. kanë pyetur për eksperiencën. jo më kanë tënde. pyetur, se është pak e çuditshme të ndalojnë dhe të pyesin kështu direkt, po më kanë thënë që të kam parë në TikTok apo në Instagram edhe fillimisht nuk dija si të reagoja se mua nuk më besoi. Pastaj ndjesha edhe unë pak mirë, më kupton se thoja okay. Dhe të jep dhe më shumë motivim. Po, Dhe dua ndaloj që e di ti shumë mirë, po edhe ne që merrem me këtë pjesën e regjistrimeve këto, e dim që është goxha e vështirë që të balancosh punën, jetën sociale, shkollën, edhe një prezencë online. Pra, ka pas atyre videove që ndoshta poston dhe njerëzve duket sikur është pak, ka goxha punë, do të thënë, Po. vetë për të folur qoftë për work and travel, të duhet që të ulesh dhe të shkruash ndoshta diçka përpara ose mbledhësh mendime që të flasësh. Si arrin t'ia dalësh? po për shembull, atje ku gjej një orë shpusim, merrem me pjesën e videove. Pastaj kam shkollën, kam një internship që po bëj, kam palestrën që më në fund e nista, edhe në fund në darkë merrem me pjesën e editimit. Domethënë i ndaj pak ato. Ndodh ndonjëherë që mbi ngarkohesh edhe lë diçka mbrapa. Po. Kush Do shesh që që nuk postoj çdo ditë. Ndodh që nuk e ke dot ritmin e postimit. Nuk postoj çdo ditë. Dhe Do doja shumë. Do kishe dëshirë që të postoje më shpesh. Po. Si ka ndikuar work and travel te audienca jote? Do të thënë pasi postove videon e parë për work and travel, duke qenë se edhe vetë ke Po. shumë aktive. Pasi e postove këtë, sa shumë ndryshuan dinamika e engagement që kishte në rrjetet sociale, domethënë u bë më shumë rreth work and travel, pra u bëre se ai influencer që flet për work and travel. Po, apo- ajo vajza që ka qenë në work and travel jam, po domethënë u rrit goxha, po u rrit sepse është një tematikë që i prek shumë të rinjt edhe të rinjt kanë shumë pyetje për këtë gjë. Sepse vërtet që është agjencia e aromit që ty nëse shkon atje të përgjigjet, po është më ndryshe kur ta thot dikush që ka qenë vet atje. Edhe prandaj mendoj që është rritur pak. Të lodhin ndonjëherë? Pyetjet e shumta që vijnë në inbox? Ja. Ndonjëherë kur janë me shumë detaje, ose kur është diçka që njësoj do i përgjigjej dhe agjencia, mbase është pak e panevojshme, po dhe unë vet kam pyetur dikë si puna ime para se të shkoja unë, kështu që e kuptoj shumë mirë edhe gjithmonë përgjigjem. Pra e ndikuar dhe ti nga një person që ka qenë në influencë sociale apo ka qenë një person me eksperiencë personale më përpara? Ka qenë një person që postonte në rrjetet e veta sociale, ka qenë në work and travel, dhe unë një ditë të tërë e kam mbajtur me pyetje, sepse doja që të bindesha që aty ku po shkoj është një vend i sigurt, aty ku po shkoj do dali për mirë. Dhe me shumë të drejtë, patjetër, sepse në thonë se është një aventurë që Po. mund të shkojë dhe shumë keq, mund të shkojë dhe shumë mirë, kështu që do që ti marrësh informacionet përpara, duke qenë se edhe kostoja monetare, po dhe kostoja Po. emocionale është goxha e madhe. Bora, në gjithë këtë influencën tënde sociale, unë dua që sot këtu me ne të ndash një episod nga gjithë udhëtimi jot në SBA, që nuk e ke thënë akoma audiencës tënde online. Për herë të parë ta marrin vesh dhe ata. Ndoshta mund të zhvijë një herë që pse s'na ka thënë Bora, po Jo, nuk besoj, po kur isha në Vegas, që shkova tek Sfera e famshme, e sfera me sy. po, atje ishte shumë bukur, njerë një jetë duhet të shkonim, po kur shkova atje dhe ti hyje brenda në sallë, e shikoje të gjithë vendin të organizuar si të ishte një kinema. Dhe në mes kishin vënë disa perde. Dhe ti me mendjen tënde e kishe idenë që do hapen perdet dhe çdo gjë tjetër do ngeli njësoj. Dhe ata çfarë bënin? Në momentin që fillon të shfaqja, ti rrethoheshe 360 gradë nga diçka tjetër. Dhe unë jam trembur në atë moment se nuk e prisja fare dhe ishte diçka shumë e bukur. Është si punë kinemaje me të gjithë eksperiencën Po, 15D. 15D se 7D Po, e kemi po. arritur.
Mendoj që e the vetë gjithë du ta përjetoj Po. një këtë paktën një herë në jetë si eksperiencë. E ndjen ndonjëherë presionin që të postosh, do të thënë presionin nga qoftë nga audiencë apo edhe nga vetja jote që duhet të postoj. Unë më shumë e kam me qep vet, edhe prandaj nuk e ndjej as si detyrë as si presion. Atje ku gjej kohën apo gjej diçka interesante për të folur apo për të bërë, gjej që ta ndaj. Kështu e shikoj unë. Çfarë ndodh me komentet negative, sepse janë të pashmangshme. Do të momentin që hedh një prezencë Po. publike, do e kesh të paktën një koment që do t'japi një energji negative. Çfarë ndodh me këto? Unë atë komentin mund ta fshi dhe kaq. Është një gjë shumë e Nuk vogël. të afekton. Jo, edhe thjesht gjënë domethënë e shikoj, them, okay, ky personi ndaloi, po harxhon kohën e tij apo të saj që të bëj këtë komentin që unë mund ta fshi për 1 sekond. Nuk është se i fshi, nëse nuk sinqerisht nuk më ndikojnë, nuk më interesojnë shumë, është diçka shumë e vogël. Kaq. E kuptoj, kuptoj. Dhe mendoj që ajo është mënyra më e mirë ndaj çdo gjëje që çdo energji negative që njerëzit mundohet të na sjellin, qoftë online, por qoftë edhe në përditshmëri, gjëja më e mirë është ti injorosh. Po. Nëse bëhet më shumë, ka edhe masa të tjera, por që mos ngarkohesh emocionalisht sepse ndodh që të pengojnë Po. dhe në raste të tjera. Besoj se këtë pyetje e kanë të gjithë që edhe duke dëgjuar deri në këtë pikë të podcastit. A do e bësh për herë të tretë work and travelin verën tjetër? Apo me kaq mbyllet kjo pjesë? Ti ishte për mua dhe e bëja. Po problemi është që duke qenë se jam viti 3, duhet të kthehemi pak edhe nga ana e karrierës, edhe fatkeqësisht këtë verë nuk e bëj dot. Por, gjithmonë ka një por, nëse do qëndrojmë për master këtu në Shqipëri, besoj shumë që do e bëj prap vitin tjetër. Pra, ekzistojnë mundësi dhe në master për Po. work and travel. Pra shko sa ti je student, ti mund ta bësh work and travel-in çdo verë. E kuptoj. Nëse në këtë botën ideale nesër do të vinte një kontratë nga SBA-ja për punë, pasi të do mbaroj edhe bachelorin, do e pranoje? Kjo është një tjetër histori fani, që nuk më kujtohet që parë, po një nga klientët, duke qenë se puna e kamarierit atje ty të kërkon që ti të flasësh shumë dhe të krijosh një Status social. po, një lidhje personale me personin që të është ulur në tavolinë. Dhe një nga personat që unë kisha në tavolinë ishte një CEO i një kompanie programimi. Bingo. Bingo vërtet. Edhe ai po më shpjegonte si funksiononte kompania, unë i thash që unë Amerikën e dashuroj, edhe punën po i tregoja çfarë kam bërë përpara, ai po më thoshte edhe çfarë kërkohet nga kompania e tij, edhe në fund më dha numrin e kontaktit, më dha emailin dhe më tha që kur të mbarosh shkollën, ai tha që kur të mbarosh work and travel-in, shko në Shqipëri, diskutoj se si janë procedurat dhe hajde. I thash unë po kam shkollën, edhe tha, okay, kur të mbarosh shkollën, mund t'i bësh gati procedurat dhe mund të vish, bile tha që kishin dhe një deg në Bullgarinë nëse nuk do të kalosh në Amerikë, por thjesht unë e shikoj jetën këtu për momentin, këtu në Shqipëri. Domethënë do e refuzoje kontratën nëse të vinte. Duke qenë se shikon jetën këtu, midis të gjithë këtyre drejtimeve që janë ndarë, pra si influencer, si person publik, si programues, si inxhinier mbi të gjitha, për pas 5 vitesh ku mendoj që do godasi, do profilizohesh, në thonjë pak më shumë. Me këtë punën e AI-t që po na zëvendëson të gjithëve, është pak e vështirë që të përgjigjem tani, por ideale ime ishte që të ndërlidhja të gjitha bashkë. Të gjeja diçka që edhe ka të bëjë me marketingun, edhe ka të bëjë me punën e software-it. Edhe shpresoj që ta gjesh dhe mendoj që ka plot hapësira që mund të eksplorosh edhe mund ti zgjerosh e ti shtjellosh e ti bësh atë tuat personale për të krijosh një brand tënd, le të themi. Bora, gjithë eksperiencën si studente, por mbi të gjitha në work and travel, çfarë do ishte një gjë që do e ndryshoje? Do të thonë, do kthehesh mbrapa, qoftë herën e parë, në herën e dytë, dhe do thoje nuk dua ta kem këtë, do doja të ishte ndryshe. Atë vajzën që më Atë vajzën. Po. Ose mbase jo atë vajzën, se kemi kaluar. Po e vërtet, po mendoj që nëse do isha pak më e kujdesshme, mund ta kisha evituar si situatë. A nuk do doja thjesht të bëj një javë më shumë ndoshta udhëtime në Amerikë? Thotë, kisha punu pak më pak. Më ka ngelur një vend, më ka ngelur që nuk e kam parë, që më ka ngelur peng, është Ujvara. Niagara Falls. Ajo më ka ngelur peng që nuk e pash dot. dot. Sky më të largët duke qenë dhe e kuptoj.
Bora, avash duhet qenë se edhe po e përmbledhin, dua që për ta mbyllësh dhe t'japësh një këshill për të gjithë ata studentë që na kanë ndjekur dhe kanë dyshime dhe kanë merak dhe thënë për gjithë eksperiencën work and travel. Çfarë do ishte një këshill që doja thoje atyre? Do ju thoja që ta merrni me qetësi, pa gjë nuk do dilni, do rriteni si nga ana personale, si nga ana monetare, qoftë kjo arsye pse po shkoni, po unë do thoya që mos qëndroni pa i bërë ca pushime në fund apo në mes, se është diçka që nuk duhet humbur. Shumë faleminderit Bora për pjesëmarrjen tënde në këtë podcast dhe që na morë me vete në udhëtimin tënd përgjatë 2 viteve në Amerikë, na tregove eksperiencat e tua reale, pra gjëra që ndodhin me të vërtetë, dhe shpresoj që dhe për ata që na kanë ndjekur të kenë mësuar nga Bora dhe për pyetje Borën e keni siç thanë në rrjetet sociale po dhe prezente këtu në kampusin e shkollës. Si gjithmonë, mos harroni të na bëni like, share, subscribe në faqen tonë të Epokës dhe së bashku u shihemi në episodin e radhës. Për të eksploruar fushat e reja dhe për të rritur në personalitet. Një sekond. Më duket dora jote të më të tapës, do të shpas që është tjerë. Më shtelo pak. Okej. Edhe organizoj pak edhe gotë për që ndërgë atë. Të bëj nga e parë. Por thjesht për fatin tim të mirë, peka mikrofonin. S'ka gjë vërtoj atë po. Tani dua këtu me ne të ndash një episod nga gjithë kjo work and travel që nuk ja ke thënë akoma një audiencës tënde. Qoftë të kenë në mendje diçka qoftë për qeshur, qoftë S'kam gjë në mendje të them të drejtë. Ta hiqim këtë? Jo, ta bëjmë pauzë, po të mendohesh. Prit, okay. Nëse ky episod ju ka ngjallur qoftë një grimc dëshire ose një grimc aventure brenda vetes tuaj, mos harroni që gjithmonë na bëni like, share dhe subscribe në kanalin e Enjoy? Jo, pse? Enjoy. Nëse ky kanal nuk ju ka dhënë një grimc aventure, mos harroni të bëni like. Okej? Nëse ky episod ju ngjalli qoftë një grimc aventure ose një grimc dëshire për të eksploruar veten tuaj, ani jam vestar, s'është dita, ti kam vënë orë të gjuhit. Shumë faleminderit Bora për e kam falenderuar shumë herë. Prit. Po s'ka gjë, more. Po jo, sa vjen për qeshur, nuk vjen për qeshur. Shumë faleminderit Bora që ishe pjesë e këtij episodi dhe. E di çka Bora, se ti nuk del aty, ti nuk del. Si fande, unë të mos qesh. Mos ka çfarë bësh ti pas. Jo, nuk qesh. Nuk qesh. Tani fillon pak sa të pa. Din gjëra ta ose. Jam i sus. Edhe po shtesh nga punë. A kush?